6 arrestuar dhe 1 i shpallur në kërkim për atentatin në Shkodër në qendër të qytetit ku mbeti i plagosur 31 vjeçari Donald Shtifni, i cili është dërguar për mjekim të specializuar në Spitalin e Traumës në Tiranë dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Policia e Shkodrës thotë se ngjarja ka ndodhur pas një konflikti të rastësishëm, pak orë para përplasjes me armë. Sipas bluve, 31 vjeçari ka qenë duke udhëtuar me mjetin e tij, tip BMW X5 me targa të huaja, së bashku me shtetasit Kristian Shtefni dhe Patrik Salaj, në drejtim të sheshit Demokracia nga zona e Pjacës, kur i ka zënë rrugën autovetura tip BMW ku udhtonin shtetasit Behar Bajri, Ilir Bajri dhe Bledar Lekaj, të cilët kanë filluar të qellonin drejt Forestradës. Sipas lloj shkëmbimit të zjarrit ka mbetur i plagosur drejtuesi BMW X5-s Donald Shtefni. Vetëm pak minuta nga ngjarja, autovetura nga e cila u qellua fillimisht është aksidentuar në largime sipër për shkak të shpejtësisë së mjetit. 2 prej pasagjerëve kanë marrë lëndime të lehta dhe po trajtohen në spitalin rajonal të Shkodrës. Në vendin ku ndodhi përplasja me armë, u gjetën gzhoja, 2 pistoleta, 1 automatik dhe 5 krera automatiku, ndërsa u sekuestruan edhe 2 automjetet. Policia e Shkodrës bën të ditur se 3 nga 6 arrestuarit, shtetasit Behar Bajri, Lir Rustemi dhe Bledar Lekaj, të 3 banues në Shkodër, janë persona me precedent penal, por pa specifikuar akuzën për të cilën kanë qëndruar më parë, ndërsa mes arrestuarve është dhe i plagosur i Shtefni, ndërkohë në kërkim u shpall shtetasi me iniciale AM. Ndaj 6 arrestuarve rëndon akuza vrasjes me dashje në bashkëpunim.